Përshëndetje miq, nga unë Gentian Fani. Sonte do i flas pak shkurt në lidhje me veprën e njohur të Marko Aurelit, e cila titullohet Meditimet. Marko Aureli ka qenë një perandor shumë i njohur i perandorisë romake. Ai njëkohësisht shquhet edhe si një filozof i filozofisë stoicizmit. Marko Aureli ka lindur në vitin 121 pas Krishtit në Rom. Pasi mori një arsim shumë të mirë që në moshë të vogël, ai më vonë u bë konsull i Romës. Konsull konsideroi si posti më i lartë në administratën romake, përveç postit të perandorit. Marko Aureli, që në moshë të vogël u adoptua nga perandori i Romës Antoninus Pius, dhe Antoninus Pius u mundua që Marko Aureli i vogël të merrte një arsim sa më të mirë. Për këtë arsye, për Marko Aurelin u paguan filozof dhe mësues më të mirë të kohës, që Marko Aureli ti mësonin filozofinë, aritmetikën, matematikën dhe shkencat e tjera. Për këtë arsye mund të themi që Marko Aureli ka marrë një arsimim shumë të mirë që në moshë të vogël. Me kalimin e kohës, ai shpallet perandor i Romës, por nuk heq dorë nga studimet mbi filozofinë e stoicizmit. Ai më pas shkruan veprën Meditimet, e cila është një vepër shumë e njohur edhe sot e kësaj dite. Vepra Meditimet fillimisht është shkruar në gjuhën greke në Marko Aureli, pasi Marko Aureli ishte edhe një njohës shumë i mirë i greqishtes së lashtë. Zakonisht mund të themi që filozofët në kohën e Romës shkronin në gjuhën latine dhe jo në greqisht. Pra, vepra Meditimet e Marko Aurelit përbën një përjashtim nga kjo rregull. Meditimet është një vepër e cila përbën nga këshilla të perandorit, të Marko Aurelit, mbi jetën, mbi njerëzit dhe mbi universin në përgjithësi. Aty e shohim parimet e filozofisë stoike. Stoicizmi, siç dihet, si filozofi nuk ka dalë në periudhën romake, po ka dalë në Greqinë e lashtë. Stoicizmi në Greqinë e lashtë është themeluar nga filozofi i njohur grek Zenon. Më pas në periudhën romake, ai u përkra shumë edhe nga filozofët e Romës, dhe në kohën e Romës, romakët kanë nxjerrë shumë filozofë të njohur të stoicizmit, përveç Marko Aurelit, si filozof të njohur të stoicizmit, mund të përmendim edhe Senekën, i cili ka qenë njëkohësisht edhe një burr shteti shumë i njohur i Romës. Seneka, siç dihet, më pas është vrarë nga perandori Neron, ka patur një fund shumë tragjik. Përveç tyre mund të themi që vepra Meditimet, si vepër e cila përfaqëson më së miri filozofinë e stoicizmit, siç e thash pak më përpara, përbën nga këshilla të filozofit dhe të perandorit Marko Aureli mbi jetën, njerëzit dhe universin. Sipas stoikëve, thuhet që njeriu që të arrijë lumturinë në jetën e tij duhet të jetë sa më pranë natyrës dhe të zbatojë ligjet e natyrës. Pra, një njeri që zbaton ligjet e natyrës do të jetë shumë i lumtur në jetë. Përveç këtyre, filozofia stoike na mëson diçka shumë me vlerë. Stoikët thonë se
njeriu duhet të fokusohet në gjërat që ai kontrollon dhe jo në gjërat që ai nuk i kontrollon dot, pra janë jashtë kontrollit të tij. Një njeri që punon dhe vepron brenda kufive që ai kontrollon, ai do të ketë sukses dhe do të arrijë lumturinë në jetë, po të themi shkurt. Pra, si filozofi, stoicizmi nuk është thjesht një filozofi subjektive, po na shërben neve, njerëzve, që të jetojmë një jetë sa më të mirë dhe sa më të lumtur. Pra, është një filozofi këshillash dhe për mendimin tim është një diçka shumë e mirë dhe unë e vlerësoj me të vërtetë këtë gjë. Meditimet, siç e thash, janë shkruar në gjuhën greke. Po të keni parasysh, meditimet janë shkruar rreth 2000 vite më parë, por mund të themi që edhe sot e kësaj dite konsiderohet si një vepër me shumë vlerë dhe lexohet edhe sot e kësaj dite nga miliona njerëz në botë dhe kjo tregon edhe nivelin e kësaj filozofie për mendimin tim. Përderisa lexohet edhe mbas 2000 vjet, kjo tregon që është një filozofi me shumë vlera për mendimin tim. Përveç këtyre, Marko Aureli në këtë vepër jep edhe këshilla të tjera shumë me vlerë. Shumë këshilla të stoicizmit mund të themi që kanë ndikuar edhe deri në psikologjinë moderne të njerëzimit. Pra, bazat e stoicizmit janë përdorur edhe në fushën e psikologjisë, edhe në fusha të tjera, si në fushën e jurisprudencës, edhe në fusha të tjera. Njëra nga këshillat që më ka pëlqyer në veprën e meditimit të Marko Aurelit është se ai thotë që njeriu kur ngrihet në mëngjes duhet të mendoj që është i privilegjuar, që është gjallë dhe që mendon dhe që dashuron. Pra, Marko Aureli dhe filozofia stoike në përgjithësi na mëson neve, njerëzve, që ta duam jetën. Pra, jeta është e çmuar. Dhe për mendimin tim, këto këshilla mjaftojnë që të tregojnë që kjo filozofi nuk del kur jashtë mode, pra është një vepër që mund të lexohet nga çdo brez edhe në çdo kohë. Vepra është përkthyer dhe botuar në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Minerva dhe për mendimin tim është një përkthim shumë i mirë në gjuhën shqipe. Në këtë libër më ka pëlqyer edhe pjesa e parathenies së librit, e cila trajton shkurt biografinë e Marko Aurelit. Unë mendoj se është një vepër që duhet të lexohet patjetër, sepse aty do të gjeni shumë këshilla për jetën dhe do t'ju vlej me të vërtetë. Për filozofinë stoike dhe për Marko Aurelin në përgjithësi, kam menduar të bëj edhe video të tjera më të detajuara. Mos harroni ti bëni subscribe kanalit tim në YouTube, ti bëni like videove dhe të komentoni. Mund të jepni mendimet tuaja në lidhje me videot që unë përgatis. Shifemi në video të tjera.